Të nderuar vëllezër në Krishtin, fort të shenjtë mitropolit dhe episkop, të respektuar etër, të dashur murgjë dhe murgesha, të dashur vëllezër dhe motra në Zotin. Sot u mblodhëm për të përkujtuar për vjetorin e parë të fjetjes në Zotit të mitropolitit të nderë Dimitër. Ka kaluar një vit nga dita, kur ai dorëzoi shpirtin e tij në duart e Zotit dhe u largua nga ne. Po kujtimi i tij nuk është larguar nga zemrat tona, nga lutja e kishës dhe nga ndërgjegja e tyre që e njohën, bashkëpunuan me atë dhe morën prej tij kujdes barëtor. Kisha nuk i kujton të fjeturit të saj thjesht si një kthim të dhimbshëm në të kaluarën. Ajo i kujton përpara Perëndis në dritën e ngjalljes së Krishtit. Për ne kujtimi i një hierarku të fjetur nuk është vetëm nderim njerëzor, po akt besimi, shprese dhe falënderimi. Ne besojmë se Zoti, i cili është Perëndia, jo i të vdekurve, po i të gjallëve, i ruan në dashurinë e tij ata që jetuan, shërbyen dhe u përpoqën në kishën e tij. Mitropoliti i nderë Dimitër ishte punëtor i kishës, me purësi, me qëndrueshmëri dhe me dashuri për popullin e Perëndis. Shërbesa episkopale nuk është një nder njerëzor, po kryq. Është përgjegjësi përpara Zotit dhe përpara njerëzve. Është përkushtim i përditshëm, lutje, durim, kujdes për shpirtrat, gatishmëri për të mbajtur barrën e të tjerëve. Këtë kryqja e mbajti me besnikëri, duke ditur se bariu nuk i përket vetvetes, po Krishtit dhe kishës. Në historinë e kishës ortodokse ato që falet Shqipërisë, çdo shërbes merr një domethënie të veçantë. Kisha jonë u ngrit nga plagët e rënda të persekutimit, nga heshtja e imponuar, nga rënimi i kishave dhe nga shpërndarja e popullit besimtar. Rindërtimi i saj nuk u bë me fjalë të mëdha, po me besim, me lot, me sakrifica, me punë të palodhur në përkushtimin e shumë njerëzve, të njohur e të panjohur, dhe të cilët nderojmë gjithmonë veprën e kryepiskopit të nderë Anastas. Brenda kësaj rrugi qëndroi dhe mitropoliti i nderë Dimitër, si vëlla dhe bashkëmeshues, si bari, si antar i trupit sinodal, si njeri që dha ndihmën e tij për qëndrueshmërinë, unitetin dhe përparimin shpirtëror të kishës. Nuk është e lehtë të përmbledhet jeta e njeriu në pak fjalë, aq më tepër jeta e një kleriku dhe hierarku. Shumë nga shërbesat e një bariu mbetet e fshehur, lutjet që bën e heshtje, shqetësimet që mbahen pa u shfaqur, vendimet që merren me frikë perëndie, plagët që përpiqet të shërojë, njerëzit që ngushëllon, shpirtrat që forcon. Këto nuk shkruhen gjithmonë në kronika, po shkruhen në kujtesën e Perëndis. Prandaj sot nuk qëndrojmë thjesht përpara kujtimit të një mungese, qëndrojmë përpara misterit të jetës dhe vdekjes, përpara së vërtetës, se nuk kemi këtu qytet të përhershëm, po ecim drejt mbretërisë sa mëshuar. Kujtimi i mitropolitit të nderë Dimitër na fton të ripërtërim ndërgjegjen tonë, se jeta ka kuptim kur bëhet dhurat, se shërbesa kishtare jep fryt ku ndërtohet mbi purësinë, se vdekja nuk ka fjalën e fundit, sepse fjala e fundit i përket Krishtit të ngjallur. Apostull Pavli na mëson, nëse jetojmë për Zotin, dhe nëse vdesim për Zotin, pra edhe nëse jetojmë, e nëse vdesim, jemi të Zotit. Ky është një ngushëllim i madh i kishës. Nuk i përkasim arresës, nuk i përkasim prishjes, i përkasim Zotit. Dhe ata që shërbyen në altarin e shenjtë, që kullotën popullin e Perëndis dhe që u përpoqën në rrugën e kishës, i dorëzohen me besim mëshirës së tij të pafund. Me mirënjohje pra, kujtojmë sot mitropolitin e nderë Dimitër. Falenderojmë Perëndin për gjithçka që u ofrua në kishë nëpërmjet shërbesës së tij. Lutemi që Zoti ta presh shpirtin e tij në tendat e drejtëve, atje ku nuk ka dhimbje, as trishtim, as pëshertim për jetë të pasosur. Dhe lutemi që kujtimi i tij të mos jetë për ne vetëm mallëngjim, po thirrje për vazhdimsi, për besnikëri, për unitet dhe për dashuri. Kisha ecën në kohë me njerëz që vinë dhe largohen, por me Krishtin që mbetet gjithmonë i pranishëm. Barit prehen, po kujdesi barëtori kishës vazhdon. Punëtorët pushojnë nga mundimet e tyre, po ara e Perëndis mbetet dhe na thërret të gjithëve në shërbim. Prandaj për kujtimi i sotëm, le të bëhet edhe për ne një ftesë për të shërbyer me më shumë përurësi,
me më shumë përgjegjësi dhe me më shumë dashuri. Zoti i dashurisë, i paqes dhe i shpresës së ngjalljes, e pret me shpirtin e vëllait ton të ndjerë mitropolitit Dimitër, i dhënë dritën e fytyrës së tij dhe rëndit bashkë me shenjtëorët dhe të drejtët, ndërsa ne, që vazhdojmë udhëtimin ton në këtë jetë, na forcof të ecim me pendim, me besim dhe me përkushtim ndaj kishës së tij të shenjtë, i përjetshëm kujtimi i tij, Eonia Imnimi.